Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga ëmbëlsirat më të thjeshta dhe me një shije dhe aromë fantastike. Qëndroni me mua ta përgatisim bashk. Në një tenxhere ose tigan të thellë kam shtuar 600 ml qumësht, 100 gram sheqer, varet se sa të ëmbël dëshironi ju, 3 lugë nise shte, vanilje, 50 gram gjalp dhe do ta përzijem në zjarr të ngadalë duke e përzier vazhdimisht në mënyrë që të mos ngjisë masa. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës për të njoftuar për çdo recetë të re të postuar. Pasi masa është trashur, e vendosim në forma ose në gota dhe e lëm me një anë që të mpikset. Ndërkohë karamelizojnë 3-4 pjeshk me 2 lugë sheqer dhe pak ujë. I përzijem në zjarr të ngadaltë sa të zbuten dhe të marrin atë aromën dhe atë ngjyrën e bukur, ja si kjo që shihni në video. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. I vendosim pjeshkët mbi ëmbëlsirë dhe siç e shihni është gati. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për të gjithë kohën që i kushtoni kanalit tim. Faleminderit.